Në fazën e parë të aksionit të policisë ndaj disa kompanive për prodhim të kanabisit mjekësor janë sekuestruar 40 ton marijuanë, tregoi ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski, duke shtuar se marijuana është trajtuar në mënyrë të paligjshme nga ana e kompanive. Станува збор за марихуана која што е констатирана од страна на комисијата при Министерството за здравство дека е произведувана, складирана, чувана и така натаму надвор од оние утврдени протоколи врз основа на кои што требало да биде спроведена целокупната постапка. Значи незаконски е истата третирана од страна на фирмите од каде што беше одземена, така што droga është deponuar në hapësirat e MPB-s me qëllim që të përdoret tutje në suazat të procedurës së dëshmisë. Kryeministri Hristian Mickoski pret që në seancë qeveritare të merret vendimi me të cilin do të formohet komision dhe ekip që do të hyjë në shumë kompani, do të kontrollojë punën dhe do të konstatojë gjendjen se cilat janë ato kompani që punojnë sipas ligjit dhe cilat nuk kanë punuar sipas ligjit dhe e kanë manipuluar ligjin. Mickoski u dërgoi mesazh edhe atyre që kanë vendosur të merren me krim. Само сакам да испратам порака до сите оние кои што одлучиле дека криминалот е исплатлива работа, можеби тоа било така некое време во други околности со друга политичка констелација, но денеска криминалот не се исплати. Ќе бидете пронајдени и ќе бидете жестоко казнети сите вие кои што мислите дека криминалот се исплати како професија. Kryetari i opozitares LSDM Venko Filipçi ngriti dyshime për kontrabandimin e 5 tonëve drogë përmes kufive në Serbi. Тоа што оваа власт прави е цело време дефокус. Нема одговор како таа дрога ја поминала границата. Покрај сите гранични служби, царина, полиција, кој бил таму надлежен, ги гледали ли пратките, барат ли документи. Тоа се 3 камиони, шлепери, 4, колку се тие за да помине 5 тона дрога. Се што се прави, и ако нека се испита ова што ги испитуваат, волку запленивме толку, нека се види што е апсолутно, ако има криминал, секој еден да одговара. Ама сето тоа се прави за дефокус. Никој не одговара од власта на главното прашање, како 5 тона дрога завршиле у Србија. Тоа е главното прашање. Në aksionin e javës së kaluar, ku sekuestruan mbi 40 ton marijuanë nga disa persona juridik në vend, Prokuria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit tha se po hetohen dyshimet e lidhjeve të narkodilerëve të Serbisë me kompanitë vendore që kultivojnë marijuanën për qëllime mjekësore. Ata thonë se po vazhdojnë aktivitetet me policinë dhe Komisionin për miratimin e kultivimit të kanabisit për qëllime mjekësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Nga organi i akuzës pohuan se janë në koordinim edhe me prokuroritë e tjera publike me jurisdiksion vendor, të cilat veprojnë në rastet e veprave penale të përcaktuara në ligjin për kontrollin e drogave narkotike.